Si të duke nga e Redon Makashit me Rozana Radin? Sigur kishte dal pak nga natyra e vetë Redon Makashi. Është duet, në çdo duet. Nga i gjallë, po. Në çdo duet do sakrifikohet, disi, gjithë që bëjnë duete sakrifikojnë. Me Neda Merenisin, për shembull, Alban Skënderaj me një djalë tjetër që kishte. Domethënë të gjithë do sakrifikojnë diçka nga vetja për të përshtatur. Mos kërkoni në një duet fytyrën fare origjinale 100% të një artisti. Mos e kërkoni në një duet. Dueti ka edhe një pjesë komerciale të vetën, ka edhe diçka ndryshe. Pse jo? Nuk kam asnjë problem me këtë. E rëndësishme është që problemi këngës me duet është se je i kufizuar ku ta këndosh vëlla. Se ti ke një koncert, por Rozi është në koncert tjetër. Ti do me knua këngë, kush do kënoj Rozi? Do dalësh ti ta bësh Rozin? A unë? Po si bëjnë, e kam dëgjuar që vendosin kështu në sfond. Këngëtarin tjetër. Atë unë nuk e di, nuk kam parë në një kështu. Jo, kam dëgjuar vërtet. Ai i duetit vazhdon në sfond. Këto janë lojra tani që po mund vazhdojnë në sfond, mund t'jetë dhe në hënë vëlla dhe dalit me i foto atje. Po ti vend dhe ca lule i përjeshëm qofë, po që shke ma betesh, po jo, pra. Jo, vlla, bën një duet, dile këndo. Nuk jam për të kënduar, dakor, do t'a bëjmë një ditë kur ti dhe... Po është e kufizuar, puna duetit është i qik me këshu. Kurse kur je vetëm tek pull që e ke bërë këngë. Let's go.